Klajsa dhe Klevi, motër e vlla, jo konkurent në kapjen e trofeve, por mbështetës të njëri tjetrit. Vinë në emisionin Arom Shkodre si një model mjaft i mirë për prindrit dhe bashkëmoshatarët e tyre, për vullnetin dhe energjinë pozitive, me të cilat ushqejnë talentin në fushën e këngës. Çana kulturore e fëmijëve më ka ndihmuar shumë, ishte skena e parë në cilën unë kam kënu, te Belbirat e Vegjël Çodrës kënojnë. Mes neve dy nuk ka kënë kur një, si me thënë, konkurencë vogël, sepse na para edhe njëherë me konkuru bashkë në Folk Fest. Folk. Që të dy fitu me çmimin e parë. Kurse në pjesën e dytë të emisionit ju keni mundësinë të njiheni me vlerat e jashtëzakonshme të veshjes zadrimore, vlera që vijnë që nga lashtësia dhe ripërtëria në fal duarve të arta të artizanëve tona. Grupi intelektuale dhe zadrimës po bëjnë të gjitha përpjekjet për ta futur atë në UNESCO. Ne shohim që kjo veshje, elementet e kësaj veshje shpalosin dhe bëjmë lidhjen me element shumë të lartë. Zakonisht pjesa flokëve, siç ka qenë vajza, për shembull kur bëhet nuse, ato modifikohen, edhe pjesa mrapa është më e gjatë dhe mblidhet dhe jepet rëndësi pak pjesës së parë, kur krijon zylyfet. Mësoni më shumë duke na ndjekur të premten në emisionin Arom Shkodre të TV1 Channel.